Historia e kësaj videos është një histori dashurie, inati dhe mbi të gjitha shumë pare. Personazhet në këtë histori janë një telenovel në vete. Bëhet fjalë për Dëxhet Facollin, Edi Ramën, jam të folë pitna. Historia e kësaj video flet për 4 personazhe të cilët gjatë viteve të fundit kanë pasur shumë dashuri, shumë interesa, shumë pare, shumë sponsorizime. Personazhet krejt janë bau bashkë tek aeroporti i Vlorës. Bëhet fjalë për Dëxhet Facollin, Edi Ramën, Berat Buxhalli. Personazhet në këtë storie kanë histori të gjata. Njëherë janë dashur shumë mes vete, e kanë lavdruar shumë njëri tjetrin, kanë udhëtuar me aeroplan privat e i kanë dalë krah njëri tjetrit në përstuhi politike e biznesore. Më pas, kjo dashuri është përkthyer në para. Dhe tash është kthyer në një histori inatësh, të pesta, akuzash dhe kundër akuzash personale. E gjitha kjo mbi kurrizën e një projekti strategjik. Po çfarë po ndodh realisht mes Dëxhet Facollit, Valon Ademit, Edi Ramës e pikajtazit e Berat Buxhallis. Le të lëm pak anash statuset e Facebookut. Për pak se po ngjojnë shumë sikurse do mesazhet të ishave që tash e kanë natin e një tjetrit, edhe po i kthemi thelbit. I kena dy fronte të luftës këtu. Dhe mbi këto dy dyja qëndron hija e një njeriu. Nga njëra anë është fronti i parave. Dhe pikajtazin e paparazzi e kanë nxjerrë disa dokumente të një fundi në Luksemburg. Ato thuhet që aeroporti i Vlorës, Dëxhet Facolli, ka marrë një kredi për 100 milion eurosh nga një etnitet i quajtur Delphos Securities. Facolli po betohet po atë s'kam lënë aeroportin pe. E ka marrë me garancitë e mia. Fizikisht ka drejt. Punët e aeroportit s'mundet ja marrë kërkosh. Por letrat tregojnë ato që njerëzit e financave e dinë shumë mirë. Llogaritë operative të aeroportit janë garanca e kësaj kredie. Nëse kredia nuk kthehet, kreditori fshet kush ta merr aeroportin edhe vjen ti merr ato gatat. Por ta merr arkën, kontrollon çdo euro që hyn e del. Dhe pyetja mbetet e hapur. Kush janë këta investitorë? Kush janë këta pasoj strukture që nesër mund të kontrollu parat e aeroportit të Vlorës? Nga ana tjetër e kemi frontin e baltës, aksioneve dhe gjykatave. Për shembull, nëse shkon tash në kantierin e Vlorës në aeroport dhe e sheh aty ai më shumë gjan me një far parkimi të kamionëve që janë blloku për përmbaruesve, se sa një aeroport që është gati në me uçel aeroporti. Po pse është kjo? Sepse ortakët po hahen mes veti dhe thelbi i atij sherri është një absurditet që ndodh në Shqipëri. Për mja sharu, kompania Facollit i ka bler 40% e aksioneve të këtij super projekti nga një kompani turke. Edhe këtë i ka bler për 4.450 euro. Po, 4.400 euro. Sa një gotë 4. Por, presni edhe pak, saj telenovele i mungon regjisori. Regjisori është shteti. Ku është Edi Rama në këtë mes? Ditëve të funit e kena pa Dëxhet Facollin që qysh po tenton me u hiq si viktim. I përkrah protestat në Tiranë, lëshon deklarata sikurse është ndonjë disident, edhe sillet sikur dikush t'ia bën grupën. Gjithçka është. Por e vërteta është që Dëxhet Facolli në raport me Edi Ramën mundet me kon gjithçka, ama anti-establishment nuk mundet me kon. Kryeministri më i mirë në botë. Nëse është pikërisht Shqipëria e Edi Ramës ajo që e ka dhënë këtë koncesion strategjik Facollit edhe Valon Ademit. Kjo është e qartë, vetë ka thonë edhe zoti Rama. Domethënë e ka dhënë një pjatë art në dorë. Dhe çfarë po ndodh sot me këtë dhuratë shtetërore? Këtë kjo është këtu në një peng të inatëve, për çdo aksione që janë bler për kësaj kompanisë për 4.000 euro. Tani në gjykatat e shtetit të Shqipërisë që përshën vendime kontradiktore çdo javë. E kanë bërë krejt lamsh këtë projekt. Ndërkohë qeveria në Shqipëri, ajo që e ka dhënë koncesionin, është unajtë dhe po bën se hire. E çish mi përgjigjet milioneri Facolli këtyne gjetjeve të dokumentave. Pak sentimental është, edhe pak po ofendon. Po ja kujton një histori të vitit 2009, po kujton të aeroplan privat Beratit dhe po ja kujton atin shërimin e prindve të tij në Zvicër. Qëre, më kujdes për prindin e dikujt na është gjest human edhe fisnik zoti Facolli. Por me përdorat faturë spitali ose aeroplanin privat 15 vite më vonë, si mburoj për të mos dhënë llogari për 100 milion euro dhe për një aeroport shtetit, kjo nuk është bash edhe fisnikri. Po nëse, ky më shumë është një shantazh emocional, degradim total i debatit publik. Qëre, tek e fundit kjo nuk është me rëndësi. Me rëndësi është se ato makineritë në aeroportin e Vlorës janë të bllokuar, partnerët janë gjyq, financuesit real janë hije dhe aeroporti që do duhet të ishte krenaria e qeverisë Rama, po na tregon thjesht se sa keq, sa fell janë zhyt elita e biznesit dhe sa i pafuqishëm ose pa interesuar shteti për me mbrojt asetet e veta.